Procesi i vettingut mbylli dyert përgjithmonë duke lënë pas një drejtësi që lëngon për gjyqtar, prokurorë ndihmës ligjor. Në një kohë kur në apelin e vetëm në Shqipëri, numri i dosjeve ka shkuar në rreth 46.000, vlen të thuhet se sistemi është në kolaps total. Në vitin 2025, kjo gjykatë funksionoi me mesatarisht 27 gjyqtar nga 78 të tillë që ka organika normale. Këta gjyqtar gjykuan 11.114 çështje, kur mesatarja arrin shifrën prej 1.700 çështje për gjyqtar, kjo tregon që ngarkesa është jashtëzakonisht e lartë. Rreziku më i madh në këto kushte është humbja e besimit të qytetarëve ndaj organeve të drejtësisë. Reforma në drejtësi ishte e domosdoshme, por fillimi i saj dhe procesi i vettingut nuk janë të mjaftueshëm. Drejtësia do duhet të funksionojë në vijimësi, organet e qeverisjes edhe vetë gjykata do duhet punojnë vazhdimsi për ta konsoliduar edhe për ta mbajtur besimin e publikut, jo për ta humbur atë. Dhe ne rrezikojmë në këtë situatë që ta humbasim atë besim pa fajin e trupës gjyqësore, por për shkak të mungesës së reagimeve në kohë për të normalizuar situatën në gjykata. Por një mekanizëm që do ta shpëtonte drejtësinë do të ishte harta e re gjyqësore. Megjithse përmes skemës së delegimeve dhe emërimeve në fund të vitit 2025, Këshilli i Lartë Gjyqësor e shtoi trupën me 14 gjyqtar të rinj dhe me ndihmës ligjor, sërish dita kur apeli të ketë organikën e plotësuar me gjyqtar duket e largët. Gjyqtarja Edlira Petri thotë se ndjen një peshë të madhe përgjegjësie për padurimin e qytetarëve që kërkojnë të marrin drejtësi. Edhe gjyqtarët janë njerëz dhe të punuarit për vite me radhë në një krizë të vazhdueshme sjell domosdoshmërisht lodhje. Ne nuk mund ta injorojmë që lodhja ka efektin e saj edhe në cilësinë dhe në kushtet në të cilat bëhet drejtësia. Shqetësim serioz është infrastruktura. Kjo provohet edhe nga pamjet e dhomës së vogël të këshillimit, që po ashtu është e përmbytur nga dosjet. Në këtë ambient me përmasat 1 me 1, togat e zeza marrin vendimet e formës së prerë. Gjykata vijon ta ushtrojë aktivitetin e saj në këtë godin tërësisht papërshtatshme, me mungesë serioze të ambienteve të punës, me 8 salla gjykimi që nuk ofrojnë standarde të mjaftueshme për akses, për siguri dhe dinjitet profesional. Siguria e gjykatave dhe gjyqtarëve është çështje me interes publik. Janë marrë disa masa minimale për sa mund të merren në një godinë të tillë. Koston nga mali i dosjeve, mungesa e magjistratëve dhe infrastruktura e munguar e vuajnë qytetarët shqiptar. Me gjithë strategjinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor të miratuar në vitin 2023, masat nuk duket të kenë dhënë efekt.